Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Sot do ndjesh një shtysë të brendshme për të ndryshuar diçka konkrete në jetën tënde. Nuk është dita për të pritur, është dita për të vepruar, por me mend në kokë. Në marrëdhënie një reagim i shpejt mund të keq interpretohet, ndaj merr frym para se të përgjigjesh. Demi. Ritmi yt sot është më i ngadalt, por shumë më i qëndrueshëm. Do arrish më shumë duke mos u nxituar. Dikush mund të kërkojë këshillën tënde, mos e nënvlerëson ndikimin që ke. Në dashuri, gjërat flasin më shumë përmes veprimeve se sa fjalëve. Binjakët. Një ditë që të kërkon të jesh i zgjuar në zgjedhje. Mund të hapen disa mundësi njëkohësisht, por jo të gjitha janë për ty. Në komunikim je brillant, ndaj përdore këtë avantazh për të fituar terren. Gaforia. Do të ndjesh nevojën të mbrosh hapësirën tënde emocionale. Jo çdo njeri e meriton energjinë tënde sot. Fokusohu tek ata që të japin siguri. Në punë një qasje më e butë do të sjellë më shumë rezultat se sa presioni. Luani. Sot kërkon vëmendje, por më shumë se kaq, kërkon vlerësim të vërtet. Mos u kënaq me sipërfaqen. Nëse ndjen që dikush nuk të jep atë që meriton, do e thuash hapur. Energjia jote të ndihmon të marrësh drejtimin. Virgjëresha. Një ditë ku mendja jote analitike është në formë maksimale, do zgjedhësh diçka që të tjerët e kanë komplikuar kot. Kujdes, vetëm të mos bëhesh shumë kritike me veten. Në aspektin personal, lejo pak spontanitet. Peshorja. Balanca nuk vjen vet, duhet ta krijosh. Mund të përballesh me një situatë ku duhet të zgjedhësh mes dy anëve. Mos e shty vendimin shumë gjatë, në dashuri një gest i vogël ka ndikim të madh. Akrepi. Sot je më i thellë se zakonisht dhe kjo të bën të kuptosh gjëra që të tjerët nuk i shohin. Është momenti mirë për të marrë një vendim të brendshëm. Kujdes me reagimet e forta, jo gjithçka kërkon intensitet maksimal. Shigjetari. Një ndjesi lirie të shtyn të kërkosh diçka ndryshe. Edhe një ndryshim i vogël rutine mund të jap energji të re. Në komunikim, humori yt të hap dyer. Në dashuri, mos premto më shumë se sa ndjen realisht. Bricjapi. Sot përballesh me përgjegjësi që nuk mund t'i shtysh. Megjithatë, do ndjesh kënaqësi kur ti mbarosh. Dikush mund të vlerësojë përpjekjen tënde më shumë nga sa e mendon. Në jetën personale, mos e lër gjithçka për më vonë. Ujori. Idet nuk të mungojnë, por sot duhet të zgjedhësh cilën të ndjekësh realisht. Mos të shpërndaj energji në shumë drejtime. Një bisedë e papritur mund të jap një këndvështrim të ri interesant. Peshqit. Do ndihesh më i lidhur me ndjenjat e tua dhe kjo të ndihmon të kuptosh më mirë edhe të tjerët. Është një ditë e mirë për reflektim dhe për të mbyllur një kapitull të vogël emocional. Në mbrëmje kërko qetësi dhe hapësirë për veten. Horoskopi në Top Albania Radio.